Tevi KRU Gjakovës Hasan Krasniqi. Bagerët nisën rënimin. Pesvila paleje që ishin ndërtuar në pronën publike në afërsi të liçenit të Radoniqit po shemben, duke lënë pas vetëm rënoja. Anipse tereni ishte i vështirë, aksioni i Ministrisë së Mjedisit në bashkëpunim me KRU Gjakovën nuk hasi në ndonjë pengesë. Këto 5 vila të cilat janë duke u rënuar për shkak që janë të ndërtuara pa leje në hapësira publike në afërsi të liçenit të Radoniqit në komunën e Gjakovës, janë ndërtuar qysh në vitin 2019. Pas 7 viteve, këto vila janë duke u rënuar. Me varg në vendin ku po zhvillohej aksioni, arriti ministrja në detyre Mjedisit Fitore Pacolli, e cila ndoqi nga afër rënimin e objekteve. Ajo ka paralajmëruar se aksionet të tilla do të zhvillohen edhe në zona të tjera, ku janë ndërtuar objekte pa leje në hapësira publike. Kjo duhet të shërbejë si shembull edhe për liçenet tjera që i kemi nëpër Kosovë, në mënyrë që liçenet cilat janë për ujë të pijes ti mbrojmë ato. Ne kemi filluar aksione të tilla nëpër pronat ujore, duke filluar prej Mitrovicës, pra në verit Mitrovicës. Tani jemi këtu në Gjakovë edhe do të vazhdojmë në vende tjera. Ndërmarrja publike e KRU Gjakovës para 2 javësh i kishte njoftuar paraprakisht pronarët e vilave që ta lirojnë pronën e uzurpuar, por megjithatë të njëjtit nuk e kanë bërë një gjë të tillë, andaj edhe ka ndodhur sot ky aksion. Nga ana tjetër, edhe kryeshefi ekzekutiv i KRU Gjakova, Hasan Krasniqi, tha se për këto objekte janë zhvilluar procedura inspektuese dhe gjyqësore, të cilat kanë zgjatur për disa vite. Prej pamundësisë teknike të kompanisë, këto kanë mbetë vite me radhë të pa hequr për këtij lokacioni. Kështu që në vendimin e ministrisë, kompania mirëpret dhe jemi shumë lumtur që këtë zonë shumë të mbrojtur, tani kemi me heqjen edhe këtyre 100% të mbrojtur. Ndryshe javë më parë një aksion i tillë ishte marrë për rënimin e 11 vilave të ndërtuara pa leje në bregun e liçenit Tojmanit, në zonën e njohur si plazha e shqiptarëve në Zubin Potok.